Në Ulqin janë promovuar 2 tekste të reja plotësuese për arsimin në gjuhën shqipe, me titull Historia e shqiptarëve, të përgatitura për nxënësit e shkollës fillore dhe të mesme. Botimet janë realizuar nga Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve në bashkëpunim me shtëpinë botuese Albas nga Tirana. Gjatë aktivitetit të prezantimit, kryetari i Këshillit Fejknika e cilësoi këtë nismë si një hap të rëndësishëm në përpjekjet për përmirësimin e cilësisë së arsimit në gjuhën shqipe në Maltëzi. Sipas tij, këto tekste synojnë të plotësojnë mungesat që ekzistojnë në programet aktuale mësimore, lidhur me historinë kombëtare të shqiptarëve. Sigurisht ky vendim i Këshillit Kombëtar dhe kjo punë e Këshillit Kombëtar vjen në vazhdim të aktiviteteve të mëparshme. Ne kujtojmë seminarin për arsim që kemi zhvilluar pothuajse para një dekade, ku kemi konstatuar këto problemet me arsimin shqip në Maltezi, në veçanti të vendet të identitetit kombëtar. Sigurisht duke u bazuar në ato qëndrime dhe në ato përfundime, ne kemi formuar grupet e punës. Konkretisht kemi filluar me historinë, si një ndër lëndët të cilat ka të bëjnë drejt për drejt me identitetin kombëtar të shqiptarëve dhe të kaluarën e tyre. Dhe kemi arritur në përfundimin që është e mira duke shfrytzuar kuadrin ligjor në fuqinë e Maltezi, duke nisur nga kushtetuta apo dhe ligjet për arsim, e cila mundson, domethënë me simulluesve në shkollat që të kenë në mënyrë të lirë të zhvillojnë 20% e programit mësimor në kuadër vjetor. Dhe ne duke marrë parasysh këto mundësi që i lejon ligjin e Maltezi, ne kemi arritur në përfundim që është mirë të kemi të përmbledhura disa leksione sa i përket historisë kombëtare për ciklin fillor dhe atë të mesëm, dhe i kemi përmbledhur në 2 libra, domethënë për ciklin fillor në një libër për gjitha klasat dhe për shkollën e mesme dhe gjimnazet në një tjetër. Dhe besojmë se grupi punës ka bërë përzgjedhjen atyre njësi mësimore të cilat i ka konsideruar më të rëndësishme për historinë dhe të kaluarën tonë kombëtare. Po ashtu janë shtuar edhe disa njësi mësimore për treva shqiptare në Maltezi, sipas zonave ku ato sot jetojnë, në vendet autoktone duke përfshirë nga Rozhaja, Plava, Gucia, Malësia, Ulqini, Tivari, Kraja dhe gjitha zonat përreth. Ne vetëm i kemi propozime dhe sugjerime, siç thash, nga puna e kaluar, të cilët kanë bërë Komisioni për Arsimin e Këshillit Kombëtar, dhe ato i kemi të strukturuara tani më. Tani në bazë të atyre sugjerimeve dhe rekomandimeve duhet ngritur grupet e punës, njëjtë siç është bërë me librin e historisë, dhe të bëjnë përzgjedhjen e atyre njësi mësimore që janë vërtet të rëndësishme, dhe besoj se modeli do të jetë i ngjashëm i punës, por duke respektuar, siç thash, lëndët përkatëse, siç është gjeografia, arti muzikor dhe arti figurativ, që ne i konsiderojmë që sipas analizave që janë bërë, që kanë përmbajtje shumë të kufizuar sa i përket kulturës, trashëgimisë, të dhënave për shqiptarët. Sigurisht ne do të procesojmë, sepse është vetëm fillimi, do të shohim se si do të ecë dhe se si do të pritet ky libri që prezantuam sot për historinë. Sigurisht nuk besoj nëse ky është një model i cili do të tregohet i suksesshëm dhe që ja ka vlerë, ne besojmë se shumë shpejt mund të procedojmë edhe me lëndë të tjera që i përmendëm. Rita Petro, drejtoreshe e botimeve në shtëpinë botuese Albas, solli perspektiven e botuesit mbi rëndësinë e këtyre teksteve për nxënësit dhe për zhvillimin e arsimit shqip. Nuk është rastësisht që shtëpia botuese Albas të merret dhe të bashkëpunojë, sepse ne që në krye të erës në vitin 2020, kur e kemi hapur dhe themeluar shtëpinë botuese Albas, e hapëm me qëllimin që t'jetë një shtëpi botuese në të gjitha trevat ku jetojnë shqiptarët, dhe që në vitin 2000 e hapëm në Tiranë, në Prishtinë, në Tetov, më pas disa viteve u hap shtëpia botuese Dega, shtëpisë botuese në Preshev, dhe sot librat tanë, dhe sidomos librat me rëndësi kombëtare, që është gjuha, letërsia, historia, gjeografia, arti shqiptar, ne gjithmonë kemi bashkëpunuar që në atë kohë edhe sot, prandaj na erdhi shumë i mirë se ardhur ky lajm për bashkëpunim, dhe që janë të gjitha këto lëndë bëhen nga nxënësit shqiptar në të gjitha këto treva që përmenda, dhe që në fakt e kemi pasur ëndër edhe bashkëpunimin me Malin e Zi, po kanë qenë politikat e tilla që më në fund u realizua edhe kjo gjë, fal jush, fal Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve të Malit Zi, kryetarëve, antarëve, dhe në bashkëpunim patjetër me redaksin tonë të autorëve dhe të grupeve të autorëve, që gjithmonë ka qenë një sunim i përbashkët që t'i bashkojmë këto grupe autorësh me njëri tjetrin,
që në fundit, sepse programet nuk janë asnjëherë të njëllojta. Ne për shembull kemi tekste tani në Kosovë, po çdo shtet ka atë që është e përbashkët, që ajo që na lidh ne gjithë shqiptarëve, po ama në varësi të kurikulave, në varësi të programeve mësimore, librat kanë disa ndryshime që thash, që varet në varësi të politikave arsimoreve dhe të kurikulave të programeve. Gjithçka tjetër, patjetër që është e njëllojt, dhe që mendoj që kjo është patjetër në shërbim të nxënësve në fakt. Ne punojmë shumë edhe me diasporën dhe jemi kujdesur që edhe kur bëjmë librat e diasporës, pavarësisht se ato punojnë me programe të përbashkëta midis Ministrisë së Arsimit të Kosovës dhe të Shqipërisë, por ne gjithmonë kemi qenë të kujdesshëm që në këto mësime të përfshijmë edhe ata fëmijë shqiptar që kanë emigruar, që janë dhe të Malizit, po edhe të Maqedonisë. Pavarësisht se kurikula ka qenë vetëm sepse ka qenë mundësia më e madhe e Ministrisë Kulturës e Shqipërisë dhe e Kosovës dhe ne i dim të gjitha këto kushte. Dhe ndërkaq do thoja edhe këtë gjë tjetër që është shumë mirë që ne, kjo është thjesht një nizm që sapo e filluam, por që do ta vazhdojmë. Sidomos ne, si shpërbotuse Albas, njihemi dhe në fakt që kur kemi krijuar shpërbotuse Albas, baza jonë ka qenë lëndët shoqërore dhe sidomos gjuha shqipe, letërsia shqipe dhe patjetër historia dhe gjeografia. Dhe këto kanë qenë, si thua, lëndët tona më kryesore dhe që bëhen gjithandej nga çdo nxënës shqiptar që punon, përveç librit alternativ. Ne jemi dalluesi shpërbotuse që kemi pasur librat më cilësore të gjuhës dhe të letërsisë. Kështu që patjetër që jemi të përhapur, duke qenë se unë vetë jam bashkëautore në 45 tekste shkollore, kam punuar në shtëpinë botuese të dikushme, të librit shkollor që ka qenë një, siç ka qenë dhe ke ju, pastaj u bën alternativat dhe që kemi bashkëpunuar dhe në kohë lufte se si ti unifikojmë programet. Dhe pra ishte lufta e Kosovës, ishte lufta që ndodhi në Maqedoni, do me thënë kemi punuar dhe në kushte madje ilegaliteti për t'i unifikuar gjërat. Dhe tani që kanë kaluar kaq shumë vite, mund t'jemi pak të vonuar, po thash nuk është se nuk ka qenë dëshira, po janë politikat e tilla që ndonjëherë të pengojnë në këtë gjë. Jetmira Sella, mësimdhënëse e lëndës së historisë, theksoi ndikimin që këto botime do të kenë në thellimin e njohurive historike të nxënësve dhe lidhjen e tyre me identitetin kombëtar. Mësimdhënës dhe ju të pranishëm. Sot për ne nuk është vetëm një ditë promovimi libri, është një ditë emocioni, përgjegjësie dhe krenarie të veçantë. Si mësimdhënëse historisë prej vitesh, kam qenë përballë nxënësve të mi me dëshirën dhe përkushtimin për t'ju apërcjellë jo vetëm njohuritë, po dhe dashurinë për historinë tonë kombëtare. Tekstet ekzistuese të historisë për klaset e 6 deri të 9 që ne përdorim në shkollat shqipe nuk përmbajnë kapituj të mjaftueshëm për historinë kombëtare të shqiptarëve. Ato përmbajnë vetëm fragmente të shkurtra pa kontekst apo thellësi. Gjë që lë një boshllëk të dukshëm në njohurinë historike të nxënësit tanë. Nxënësit, duke mos pasur një trajtim të plotë dhe të sistemuar të historisë së vet, rrezikojnë të mos kuptojnë qartë identitetin, kulturën dhe rrugtimin e popullit të tyre në kohë. Shpesh herë kemi ndjerë nevojën për materiale plotësuese që do ta pasqyronin më qartë dhe më dënjësishëm historinë e shqiptarëve, e sidomos për nxënësit tanë që mësojnë në gjuhën amtare këtu në Malësi. Nga kjo nevojë lindi dhe ideja për hartimin e tekstit Historia e shqiptarëve. Ky tekst nuk është thjesht një përmbledhje faktesh historike, ai është një fryt i një pune të kujdesshme, i përpjekjeve për të sjellë përmbajtje të saktë, të balancuar dhe të përshtatshme për moshën e nxënësve të tanë. Duke i dhënë nxënësit mundësinë të mësojë jo vetëm fakte, por dhe kuptimin e tyre në kontekstin e të kombit tonë. Ky libër është përgjigje për këtë boshllëk që ne kemi ndër vite. Si bashkëautore, e kam ndjerë peshën e përgjegjësisë që çdo fjalë të jetë në shërbim të dijes, por dhe të formimit të vetdijes historike. Ne besojmë se njohja e historisë sonë është thelbësore për ndërtimin e identitetit.
Një nxënës që ndjen historinë e popullit të vet është më i sigurt në vetvete, më i vetëdijshëm për rënjet e tij dhe më i përgatitur për të ardhmen. Ky botim është një hap i rëndësishëm për arsimin në gjuhën shqipe në Maltezi. Ai synon të mbështesë mësimdhënësit në punën e tyre dhe t'ju ofrojë nxënësve një burim të strukturuar, të qartë dhe të dobishëm për të kuptuar zhvillimet historike të shqiptarëve ndër shekuj. Këtu unë dua të falenderoj Këshillin Kombëtar të Shqiptarëve për mbështetjen dhe për besimin, si dhe kolegët që kontribuan për këtë projekt. Pa bashkëpunimin dhe përkushtimin e përbashkët, ky tekst nuk do të ishte sot në duart tona dhe nesër në duart e nxënësve tanë. Një falënderim të veçantë shkon edhe për shtëpinë botuese Albas, e cila punoi me profesionalizëm dhe përkushtim për të bërë këtë libër realitet. Faleminderit. Shpresoj që ky libër të mos jetë vetëm një material mësimor, por një nxitje për kurreshtje, për diskutim dhe për mendim kritik, dhe një dashuri ndaj historisë, sepse historia nuk është vetëm e kaluara jonë, ai është themeli mbi të cilën ne ndërtojmë të ardhmen. Margi Junçaj, antari i grupit hartues, foli për përpjekjet disa vjeçare që quan në realizimin e këtyre dy vëllimeve, të strukturuara sipas niveleve shkollore. Teksti mësimor të cilin po prezantojmë sot është teksti i parë i këtij lloji i botuar enkas për nxënësit shqiptar të malit të zi, në të cilin ndodhen njësitë mësimore për historinë kombëtare shqiptare dhe atë lokale, që kanë shumë më rëndësi se në për librat e themi kështu të popullit shqiptar, kryesisht shpesh na kanë munguar ngjarjet mas pavarësisht Shqipërisë, sidomos për shqiptarët e malit zi, ose në kanë tepër të paktat i themi konkretisht. Ashtu që në këtë rast duhet të ceki se kemi punuar së bashkut me kolegun e nderuar Nexhat Avdiun, me të cilin kam pas, do thot, një bashkëpunim shkëlqyer, si edhe Sabit Kurtin, i cili po ashtu ka qenë pjesë e grupit punues dhe një bashkëpunim të them masën e nivel. E gjithë kjo punë është bën me përkrahjen e Këshillit Kombëtar, në veçantë me përkrahjen e kryetarit zotërisë Fajknika. Duhet përmend edhe një kontribut, fjala është do thot përveç shtëpisë botuese, e cila do thot e patë edhe vetë që na ka mbështetur dhe ka qenë e gatshme të bashkëpunojë dhe të botojë, domethënë këtë libër shkollor, duhet të falenderuar edhe studiuesin e mirënjohur Dominik Ugzinin, i cili ka qenë çdo herë i gatshëm të na ndihmojë dhe të jetë ulëse mes onesh edhe shpesh edhe shtëpisë botuese, domethënë shpesh edhe Faiku e din më mirë e kem ngarkuar do thot me detyra ekstra, ti them kështu. Librin e fjalë është në pajtim me programin e lëndës së historisë për drejtimin e gjimnazit të shkollave të mesme në Maltezi, konkretisht për nxënësit shqiptar, pasi që sipas ligjit 80% e programit ka të bëjë me njësitë mësimore të detyrueshme për të gjithë, domethënë nxënësit e malit të zi, pa marrë parasysh gjuhën, kombësinë etj etj. Mirë po, me qenë se kemë 20% që e kemë pjesë lirë të programeve shkollore, ky tekst ka të bëjë me këtë, do të thotë konkretisht me 20% dhe përdoret 20% sipas ligjit për historinë lokale, ose për njësitë mësimore me rëndësi për bashkësinë lokale. Konkretisht në këtë rast për njësitë, do të thotë kombëtare, që janë të rëndësishme për bashkësinë lokale. Në rastin ton konkret, pra thotë për historinë shqiptare apo kombëtare, siç i themi ndryshe. Unë do të ceki edhe të drejtat kushtetuese, pasi që sipas të drejtave të veçanta të pakicave, në jeni 79, pika 4, thot, pjesëtarët e popujve pakic kanë të drejtën e shkollimit në gjuhën dhe shkrimin e tyre në institucione shtetërore, si edhe që programet arsimore të përfshin edhe historinë dhe kulturën e pjesëtarëve të pakicave kombëtare. Do shta pak jem edhe vonuar që nuk e kem përdorur më herët këtë nene, nuk jem thirr, por prapë se prapë mendoj më mirë dikur sa askur. Pra, si që shohim, nga ky neni i kushtetutës malazeze, kemi të drejtë edhe për një program të veçantë për lëndët identitare, konkretisht në këtë rast për historinë. Pra, thotë do shta nuk është mirë se të nalimi me kaq spontarmën, kërkojmë edhe libër pse jo special, do thotë që ta kemi pasi e kemi këtë drejtë, por normal se pret një luftë, do thonë kështu politike. Do të kaloj tash në pika të shkurtë, na pak ta prezantojmë edhe librin, do thotë konkretisht për shkollën e mesme. Librin e fjalë ose teksti mësimor, ti themi më mirë, është i ndarë në 4 kapituj, sipas 4 viteve të gjimnazit, pasi që çdo kapitull përmban njësitë mësimore të parapara për një vit. Vlen të përmendet se në shkollat e mesme të malit të zi, drejtimi i gjimnazit, pra, lënda e historisë mësohet gjatë 4 viteve, ashtu që për çdo vit mësohet një periudhë historike. Në tekstin mësimor, të cilin po e prezantojmë sot, ndodhen 11 deri në 12 mësime apo njësi mësimore për çdo vit.
Në total, për 4 vite janë të hartuara 46 njësi mësimore brenda 161 faqe sa ka komplet libri për shkollën e mesme. Në vitin e parë, për shembull, mësohet koha e vjetër, që përfshin periudhën kohore që nga shfaqja e njeriut deri tek rënia e perandorisë romake të perëndimit në vitin 476. Pra në këtë libër përfshihet historia e fisëve ilire, që nga shfaqja, si shtatë njeriut deri tek vitin e fjalë. Bëjmë fjalë këtu brenda 11 njësive mësimore për gjurmët e parihistorisë, origjinën e ilirëve, shteti i lir, shteti i Epirit, etj. Por vlen të ceket se një njësi mësimore titullohet Gjurmët iliro-romake në visër shqiptare në Maltezi gjatë antikitetit. Pra, do thot, sajta Konulçinit, Malësis, Plavës, etj. Dhe kjo është hera e parë që bashkë të japim disa informacione për, do thot, këto viset tona, sajta iliro-romake, do thot, në një njësi posaçme. Pra, gjatë këtij vitit mësohet për fiset ilire, shtetet e tyre, si edhe luftrat kundër Romës. Po ashtu, edhe për pozitën e fisëve ilire brenda vetë perandorisë romake dhe për hapjen e fesë tre, konkretisht krishterrimit. Viti i dytë vazhdon me periudhën e mesjetës iliro-arbrore. Dhe kjo periudhë realizohet gjithashtu përmes 11 njësive mësimore. Njësitë mësimore trajtojnë pra thot mesjetën, qenëgardhja e fisëve barbare, konkretisht domethënë bashkënguljen e duke vazhduar me hunët dhe sidomos trazirat e shkaktuara nga ata, në veçanti nga ardhja e fisëve slave. Pastaj me, ti them, zavendësimin e emrit ilir me emrin arbër, i cili është edhe emri i cili u takon shqiptarëve, do thot gjatë mesjetës, do të mësojmë për pozitën e arbërisë brenda shtetit bizantin, shtetin e arbërit, pushtimin e arbërisë nga Serbia mesjetare, etj. Pjesët e fundit trajtojnë shfaqjen e informacioneve shtetërore arbrore, si dhe luftrat e tyre kundër perandorisë osmane. Një rëndësi e madhe normal i kushtohet e qendresës të drejtuar nga kryetrimi arbror Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Njësitë mësimore për shembull janë të titulluar si Mesjeta e hershme arbrore, Arbëria mes Bizantit dhe perëndimit, etj. Si dhe gjurmët mesjetare të shqiptarëve, pra në zonat e sotme të Malit të Zi. Kapitulli i tretë, i cili ka komplet 12 njësi mësimore, në të trajtohet domethënë periudha e kohës, kryesisht kohës re deri tek shpallja e pavarësisë, dhe do të kenë mundësi të mësojnë njësitë më të rëndësishme gjatë sundimit osman. Nxënësit shqiptar pra njihen me gjendjen e shqiptarëve brenda perandorisë, konkretisht sidomos me shfaqjen e pashalleqeve shqiptare, qoftë domethënë e Shkodrës apo edhe e Janinës, me rilindjen kombëtare shqiptare. Brenda kësaj periudhe, pra rilindjes kombëtare shqiptare, një rëndësi e veçantë i kushtohet lidhjes shqiptare të Prizrenit, gjendjes kulturore, po ashtu edhe kryengritjeve të mëdha të fillim shekullit 20, ku për shembull një njësi mësimore kushtohet edhe vetë kryengritjes së Malësisë së Madhe të vitit 1911. Ky kapitull përfundon me pavarësimin e shtetit shqiptar. Sikurse edhe për 2 vitet e para, edhe gjatë vitit të tretë kemë njësi, domethënë se trajton edhe rastin e shqiptarëve, që sidomos nga Kongresi i Berlinit deri te shpallja e pavarësisë, ku në momentet kyçe të kombit tonë shqiptar. Kapitulli 4 normal se vazhdon domethënë pjesën e fundit, konkretisht shekullin 20 dhe fillim shekullin e 21. Dol njësitë mësimore për shtetin shqiptar që nga koha e sundimit të Princ Vilit e deri tek fillimi i shekullit pra 21, duke paraqitur Shqipërinë gjatë luftës parë, mes dy luftrave botërore, lufta e dytë dhe periudha e fundit, pra nga koha komuniste, por në këtë kohë kemë shtuar edhe numrin e njësive mësimore që kanë bëjnë me shqiptarët e Malit të Zi, se dhe në vitin 1912 faktikisht e kemë historinë e përbashkët me gjitha visër shqiptare, ndërsa nga viti 1912 fatkeqësisht e dini me vendimet e konferencës Londrës mesim jashtë shtetit shqiptar dhe e kemë një zhvillim, një drejtim pak më të vështirë t'i themi. Dhe këtu i kem përmend edhe pozitën e rëndë gjatë mbretërisë serbo-kroato-slovene, ku për shembull një gjë e vlen të ceket se gjithë e dim ka qenë ndaluar edhe gjuha shqipe në institucionet, konkretisht edhe në shkollat ku shkonin nxënësit shqiptar. Në fund, vlen të përmendet se jemi munduar që mësimet mësimore t'u përshtasim sa më shumë nxënësve sipas moshës së tyre. Prandaj mendojmë se ja kemi arritur qëllimit me tekstin mësimor, pasi që bëhet fjalë për një tekst gjithëpërfshirës për histori kombëtare dhe lokale me përshtatje për moshën e paraparë. Tani, a është punuar libri në mënyrë përcosur? Normal se jo, pasi që libër të tillë nuk ka. Gjithmonë ekziston mundësia për përmirësim, për kritika, siç tha edhe Faiku më herët. Dhe normal do thotë se ka vend këtu për kritika.
dhe ka vend gjithashtu mos të harroj edhe për përmirësime. Gjithmonë ne e dim atë se mund punohet më mirë dhe shpresojmë se spaku do t'jetë dhe mos tjetër një nisje që dikush thonë nuk vlen kjo, por hajde ta bëjmë edhe pak më mirë me disa ndryshime, ndërhyrje etj. Por prapse mendoj se pa marrë parasysh nëse teksti mësimor ka ndonjë mangësi, duhet potencuar se është hera e parë që punohet një libër i këtillë. Do thot për shqiptarët, konkretisht nxënësit shqiptar në Maltezi. Andaj, mendoj se para kemi një libër i cili do të plotësoj pritshmërinë e nxënësve shqiptar dhe do të pasuroj dijen e tyre për gjendjet më të rëndësishme kombëtare. Botimet përfshin njësi mësimore që trajtojnë periudha të rëndësishme historike, nga lashtësia deri në zhvillimet e shekullit 20, duke ofruar nxënësve njohurime të thelluara mbi rrënjët dhe trashëgiminë e tyre. Projekti u prezantua si një përgjigje konkrete ndaj nevojës për përfshirjen më të gjerë të historisë dhe kulturës shqiptare në kurrikula, veçanërisht duke shfrytëzuar hapësirën prej 20% të programit mësimor, e cila lejon përmbajtje shtesë lokale. Kryetari i Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Maltezi, Faik Nika, theksoi se kjo është vetëm nisma e parë në një sëri hapash që synojnë forcimin e identitetit kombëtar përmes së shkollës, duke rritur ndërgjegjësimin e nxënësve për prejardhjen dhe trashëgiminë e tyre.